時は今千年の呪縛は破られた吹く風に突き上げろ自由のバジュラを蘇る理由さえ正義の意味さえも今は知らないお前だけれど吠えろ前期前期いつかで会うきっと胸に刺さるような祈りを込めた瞳にそうさ前期前期その輝きこそ愛という無限の力だバジュラオバジュラオバジュラオバジュラオバジュラオAjo që do t'u tregoj tani është një histori e vërtet që ka ndodhur pikërisht këtu, në tempullin Kirin. Pra, gjithçka fillon një të diel pas dite kur unë dhe Prifti po ktheheshim nga tempulli Jaho. Prit! Ha? Mere, një gjyshe caki më tha t'ju a jepja këtë. Këto duken shumë të mira, Çaki. Ma jep mua një. Çfarë ke çkodeti, Çaki? As mos e mendon, Zenki. Po ti për çfarë ke ardhur këtu? Duhet ta mësor se nuk vjen asgjë e mirë kur merr diçka që nuk është e jopja. Ai nuk më lëshon. Hey, shiko një angjël! Ku? Çfarë bën? Nuk mund të ri i qetë as edhe një minutë, apo jo me ty këtu? Si e ke punën ti? Nuk e mora vesh atë që tha Çaki, që nuk është mirë të marrësh diçka që nuk është e jotja. Jo, e ke gabim ky Rybayashi. Çfarë do të thuash me këtë? Ja fjalët që ka thënë Buda. Dëgjoj me kujdes. Njeriu nuk mund të prishet me miq vetëm për një copë bukë. Nuk dua t'ja di fare, kjo bukë është imja. Dëgjoj, ky Rybayashi. Ka shumë njerëz në këtë botë që nuk mund të sigurojnë dot as bukën e gojës. Miri, papa, çfarë të shqetëson? Më vjen keq që të kam shqetësuar. Më premtove se nuk do ta thoje më këtë fjalë. Qaj sepse nuk punoj dot më. Oh, baba. Sigur të kishim vetëm një copë bukë, do kishim shtani për drek. Sa histori e trishtueshme. Po tani që e dëgjove historinë time, a do ta hash përsëri vetëm copën e bukës? E do këtë? E shikoj, do më thënë, je duke u praktikuar. Kam 3 ditë që s'kam futur që në gojë. Po vdisja nga uria. Kjo duhet të ketë qenë shumë e vështirë. Por tani ndihem shumë më mirë. Në këtë tempull që nga një rëmuje madhe. Po në fakt shpenzojmë pak si shumë për ushqimin. Tempulli mbushet plot me burra që duan të hanë, por dhe ne jemi llubës të mëdhenj. Ti duhet ta kesh plot gjithmonë stomakun, apo jo Prift? E gjeta. Unë do t'ju shpërblet duke e bërë këtë tempullin më të mirë të qytetit. Si ju duket? A nuk është një ide mrekullueshme? Çfarë?
tempullin më të mirë të qytetit, the? E drejt! Gjithçka që duhet të bëjmë është që ne të bëhemi të famshëm prift. Por me ndihmën time, ju premtoj se do ta keni shumë më të lehtë. Ju mund të qeshni tani, por ju garantoj që një ditë do të jem bërë sigurisht më i famshëm në botën e zbavitjes. Është një ide e mirë, por ne duhet t'ja kushtojmë jetën tonë budizmit. Jo. Dëgjoj, të qenit prift të bën shumë popullor. Duhet të jesh shumë popullor nëse do ta bësh atë. Nëse e bën këtë, numri i besimtarëve do të rritet. Do të keni akoma më shumë punë dhe vajzat e bukura do t'ju lënë rehat as një sekond. O, zot, e shkëlqyeshme. Miq, unë quhem Taro Shibai. Gëzohem shumë që ju takova. Dhe atë natë u vendos që Taro do të qëndronte me ne për një farë kohe. Ndërsa të nesërme në mëngjes, mos, nuk më doli dot gjumi atë ditë. Duhet të mbaroj shumë shpejt pastruari, se po e pa prifti do t'i natoset shumë. Nise erdhët. Prift, po çfarë po planifikonej? Si mund t'i bëj gjithë ato gjëra në sallonin kryesor? Ej, Prift, dëgjoj që më flas unë apo jo? Përmandu tani! Duhet ta lësh pak të qetë. Ai po bën maksimumin që të na ndihmojë ky Ribayashi, vetëm kaq. Si mund ta thuash këtë gjë? Mëngjesi është gati! Dhe për sot do të kemi ushqimin tuaj të preferuar, alkadeti me turshi. E mrekullueshme. Më në fund dikush po e vlerëson punën që po bëj unë këtu në tempull. Ky Ribayashi do të ishte gjë e mirë sikur dhe ti të më vlerësoje si ai. Ti po më vë në siklet, prift. Të kesh turp ky Ribayashi që nuk ngjan pak me Taron. Duroj dot më! Kjo është e tmerrshme. I gjori ky Ribayashi. Dua t'i jap një dru të mirë atij priftit. Nuk e di ai që mund të lëndoj ndjenjat e të tjerëve me ato që thot? Tani e kam humbur të gjithë besimit e vetja. Se mos ke pasur ndonjëherë besim të vetja. Fyllë gojon, lëre rahat ato. Duhet të mësosh të mos i lëndosh të tjerët kur flet Zenki. Karkalece! Mjaft ju të dy. Çaki, të lutem, ma kthe freskoren time. Ndihem si një dështak. Ti e di që kjo nuk është fare e vërtet. Mos e lejo të të heq kurajon. Ale shumë më tjerë, lashe tu. Edhe unë ty. Me sa duket dikush këtu rrotull pas ka farën e Karumës. Si është puna, Hiromaki? Po mediton përsëri? Jo, s'pak qeni hynor. Besoj se duhet ta dish që je në zonën ku jeton padronja njëri prej ënqjeve mbrojtës. E çfarë pastaj? Ndoshta do të jetë më mirë sikur unë. Po më thua që më në fund e gjete farën e Karumës brenda ndonjë dëshire. Kështu është? Po. Dhe mendon se kështu do të arrish të jesh për krah meje, ë? Të lutem ma lërmua këtë punë. Pyes veten nëse ai mund ta përballoj vërtet këtë. Çfarë po bën këtu? Pash një përbindësh në dhomën e ti, Prift. Ky Ribayashi, kjo është dhoma ku flet Taro. Prit të jap një sy. Po unë sa po e pash? Ku është ai përbindësi për cilin po fleti? Ktheu me një në krevat mi strec.
Sa e çuditshme. Kjo është e përkryer. Tani fillon shfaqja e vërtet. Lulu Papa. Oh, përshëndetje miq. Si ndjehesh tani? Ne erdhëm të të vizitonim. A ndihesh ende pa kurajo? Po. Jeni gati? Unë jam Taro. Unë jam Yukai. Ha? Nuk e bërë mirë. Duhet bërë kështu. Nuk e di ti që për shtypjet e para janë gjithçka. Provoj edhe një herë tjetër. Unë jam Taro. Unë jam Yukai. Pikërisht, ja kështu bëhet. Faleminderit, trajner. Tani më dëgjoj me kujdes. Ka gjëra shumë interesante se sa predikimet dhe rutjet që bën një prift. Duhet të këndosh dhe të kërcesh në qoftë se do që t'ja dalësh mban. Ti duhet të qëndrosh për ca kohë me mua dhe unë të premtoj se do të bëhemi yjet më të famshëm të qytetit mbrojtës. Vërtet, trajner? Jam shumë i lumtur. Bota është duke u përmbysur. Nuk mund ta besoj që ka arritur deri këtu puna. Si jam tjerë kur ka i shumë në siklet. Unë e di se ç'do të thuash. Faleminderit. Pse mos shkojmë të pim nga një çaj? Ide e mirë. Ai e ka parë. Unë ndjej erën. Unë jam Taro. Dhe unë jam Yukai. E di çfarë dëgjova për ti e prift Yukai? Njerëzit po flisnin për tempullin Kiri dhe po thoshin se është me të vërtet një vend fantastik. Po, është një tempull me shumë histori, por ka nevojë për më shumë fonde. E kupton ku e kam fjalën? Jam gati t'ju ofroj 10.000 lekë. E pra tani, mos u bëj kaj kurnac. Mendoj se është më se mjaftueshme. Po ç'do të bëj me 100 lekë? Jo, zotëri, të thash një herë 10.000 lekë. Po sikur të shtosh edhe pak. Po sikur të t'jap 20.000 lekë, si të duken? Mund ta shtosh edhe pak më tepër. Mirë pra, atëherë përfundimisht do të jap 30.000 lekë. E shita për 30.000 lekë. Ti po nxjerr në ankan tempullin tënd? Jo. Mos harroni miq, tempulli Kirin ka nevojë për mbështetjen e të gjithëve. Ne po presim për juve. Fatmirësisht ne do të kujtesemi për fondet e tempullit, Kaq na mjaftoi në shok. S'mund ta bëj këtë! Hey, shiko! Çfarë mendon se po bën? Çfarë ke? Shpejt, më shpejt! Kjo është shpejtësia më e madhe që mund të arrish ti! Kujdesu që të mos e rrëzosh, më dëgjove! Taro, mjaft më, të lutem! Largohu që këtej! Të lutem, prift, ti nuk mund të vazhdosh kështu në këtë gjendje. Kiribayashi, duhet të më ndihmosh. Trupi im nuk po reagon më. Çfarë do të thuash me këtë, prift? Nuk mund ta kontrolloj më. Nuk mundem. Të gjitha pjesët e trupit nuk funksionojnë. Prift, jo! Lërelat, ti do të bëhesh i pasur dhe i famshëm. Do të bëhemi të famshëm. Të gjithë do të na duan. Do të bëhemi yjet e qytetit. Dhe asgjë nuk do të na ndalojë ne. Çfarë ishte kjo? Pse nuk rini ashtu si që jeni derisa fara të piqet dhe pak fare më shumë? Unë e di pse po ndodh kjo. Dëgjoj, Goki. Mendoj se gjithë ky incident po ndodh për shkak të asaj që ka bërë Yukai. E kupton çfarë dua të them? Sigurisht. Largo nga unë! Transformim! Mua nuk më pëlqen kjo! Kjo s'është gjë e mirë. Qëndro aty! Kiribayashi, largohu që këtej. Shpëto veten, miku im. Unë jam i pa shpresë. Po, prift!
Shko në shtëpi, ky është ndëshkimi për dëshirën që doja të bëhesh ai famshëm dhe të fitoja më shumë para për tempullin. Priv! Të thash largohu që këtej. Unë do të kap! Më lërë të shkoj, po të them! Sharky, transformoj e Zenkin! Nuk mundem! Nuk i them dot fjalët magjike, ky është shumë i shpifur! E bëj unë! Angjëlli mbrojtës Goki! Sa po u kthye! Sfera mbrojtëse! Nuk mund të lë vetëm këtu, Priv, jeta ime nuk ka kuptim pa ty! Ky Rybayashi të lutem më fal. Unë të dua shumë, Priv! Rybayashi. Magjia u prish. Jam i lumtur! Është fuqia e dashurisë. Po! Mjaft tani të paft. Po, harova që ai ishte këtu. Sfera mbrojtëse! Hëpra tani, duhet të largoheni që këtej! Goki, faleminderit. Jene të lashe të mëdhaja! Me të vërtet, po kush je ti? Të jap unë një mësim që mos të harosh gjithë jetën, e kuptove këtë? Chucky! A je gati? Dhe unë ta zgjoj angjëllin mbrojtës! Do t'i çliroj fjalët magjike me shpatët sekrete! Sulmi hapur! Sulmi hapur! Forca të binatyrshme e ringjallu Zenki! Sulmi hapur! Forca të binatyrshme e ringjallu Zenki! Mbrojtësi Zenki u ringjall përsëri. Tani të luajm. Priri art! Forca! Shkatroje! Ti do të pendosh që ke lindur. Dragoje art, gati? Fillojmë! Arma që do të shkatrojë errësirën do të më jap mua fuqinë e nevojshme. Rojtari kohës, o draguaj art! Sopata e artë, eja të kun! Eja, ky Rybayashi, ne duhet t'i ndihmojmë ata. Po çfarë do të bëjmë ne, Priv? Nuk e kupton ti? Do të përdorim armën tona sekrete. Do ta shpërqendrojmë aftësitë tona humoristike dhe do ta mundim. Në rregull! Përpara jush Yukai! Dhe ky Rybayashi! Më thuaj, miku im i vjetër, ky Rybayashi, pse historia e ditëve të sotme quhet periudha e errët? Nuk e di, sepse historia s'më ka pëlqyer. Më thuaj ti pse historia e ditëve të sotme quhet periudha e errët? Nga që nuk ka drita? Toshta! Po jo. Ja dolëm! Tani të kapa! Mos më prek, karkanec! Shumë mirë! Nuk mund ta besoj që funksionoi. Ta shikoj! Zot! Priv, nuk mendoj se e pëlqeu shumë komedinë tënde. Ku është sensi i humorit këtu? Ore fund për gjithmonë! Tani ky përbindësh do të vdes. Çfarë do të bëjmë tani? Njeshtre, nxito, thuaj fjalët magjike! Në rregull, Goki. Angjëll mbrojtës përfundimtar. Forca! Mahar! Samaskara! Forcat përforcuese!
Raja, angjëlli mbrojtës përfundimtar Zenki është më në fund këtu. Ju do të vdisni për pinca të shëmtuar të ferrit. Vdisni! Dragua i artë, sulmi dragonjve! Taro! Është mirë, është ende gjallë. Shpejtoni, ta fusim brenda dhe të kujdesemi për të. Në rregull. Ç'është kështu? Çfarë do këtu ti? Dhe kush je ti? Miqtë e mi, tani do ta marri Romaki farën. Kaloma këtë farën me njerë po të tempa, këtë farën ti me shte imja! Kokutej duket që nuk është i interesuar. Ai nuk hati një dëshirë të parëndësishme, kështu që nuk ka vlerë për ne. Çfarë? Pra ti e hëngër atë. Kështu pra Taro e vazhdoi udhëtimin e tij në kërkim të suksesit. Dhe kjo pra ishte pikërisht historia e vërtet që ndodhi në këtë tempull. Sigurisht. E vërtet është kjo?